Ka përfunduar seanca gjyqësore, duke u dhënë vendimi për autorët e vrasjes së 20-vjeçarit Grebi Huci në 11 mars të vitit 2024 në qendër të qytetit të Fierit. Janë paraqitur të gjitha palët pasi është dhënë edhe vendimi. Sipas burimeve zyrtare nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit Fier, seanca gjyqësore është zhvilluar nën masa të rrepta sigurie. Trupi gjykues përbëhej nga kryetar Genci Busho dhe antar Vladimir Ciapi dhe Elira Hroni. Prokurori i çështjes ka qenë Petrit Vukaj, ndërsa dy autorët e akuzuar për vrasje mbroheshin nga avokati Ervis Goxhaj. Pasi u lexuan faktet në dosje dhe dëshmitë dhëna në prokurori, Petrit Vukaj ka kërkuar shpalljen fajtor të akuzuarve, ku për Florian Mukën ka kërkuar 25 vjet burg dhe për të miturin KM kushëriri Florianit 12 vjet burg. Mbrojtja nga ana e saj e përfaqësuar nga avokat Ervis Goxhaj ka pohuar para trupit gjykues se Floriani ka pranuar vrasjen, por ka thënë se e ka kryer në kushtet e vetëmbrojtjes, ndërsa i mituri KM, 16 vjeç, vëllai i autorit të ngjarjes, ka pohuar se i ka qenë prezent kur ka ndodhur sherrri dhe është kryer vrasja, por vetë nuk ka kryer asnjë veprim. Dy të akuzuarit kanë kërkuar falje dhe kanë shprehur pendes për veprimet e kryera. Akuza ishte vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Sipas nenit 78 fraksion 1, për Florian Mukën u kërkua 25 vjet burg, por meqense e ka pranuar vrasjen dhe ka kërkuar falje, u dënua me 12 vjet burg në bazë të nenit 76. Për të miturin 12 vjet, por për moskallëzim krimi u dënua me 1 vit burg, gjë që e ka kryer në paraburgim dhe është lënë i lirë.